24% të sëmurve me diabet nuk e dinë se vuajnë nga kjo sëmundje. Madje situata duket se paraqitet më alarmante në zonat veriore, ku tregohet më pak vëmendje ndaj kujdesit për shëndetin. Pikërisht për të sensibilizuar komunitetin për më shumë kujdes në këtë drejtim, Drejtoria e Shëndetit Publik në rrethin e Pukës prej ditësh po zhvillon veprimtari për të treguar më shumë kujdes ndaj kësaj sëmundje. Analiza dhe matje të nivelit të sheqernave në gjak po ofrohen falas për qytetarët e rrethit të Pukës nga Drejtoria e Shëndetit Publik. Kujdesi ndaj shëndetit mbetet prioritet për drejtoritë e shëndetin publik në mbar veriun e vendit. Në të vërtet, diabeti është një sëmundje që ka prekur në mas popullin shqiptar. Rastet janë konstatuar edhe në qytetin tonë, qytetin e Pukës. Në të vërtet dikur është trajtuar si sëmundja pasanikëve, por sot është përhapur shumë edhe po rrezikon shumë jetën e njerëzve. Shenjat kryesore që ka diabeti, që në të vërtet njerëzit nuk po i dhënë edhe vëmendje të duhur, edhe kapen në faza alarmante, ku glicemia ka shku mbi 200, pothuajse edhe 300 janë kapë rastet, miligram për decilitër e shprehur në shifra kjo. Shenjat kryesore janë personat duhet kenë kujdes edhe të tregojnë vëmendje për veten e tyre në moment kur shtojnë shumë peshë, kur kanë oreks të shtuar, kur pinë shumë lëngje edhe kryesisht ujë, kanë dhimbje koke, kanë dhimbje të këmbëve, sepse shprehet ndodhin ndryshime në enë të vogla të gjakut, edhe kjo shoqërohet me dhimbje të ekstremiteteve, kështu që jo gjithmonë dhimbja e ekstremiteteve të poshtme kryesisht është tregues i problemeve të reumatizmit, por shpeshherë është tregues madhor i problemeve të diabetit. Kujdesi ndaj shëndetit mbetet prioritet për Drejtoritë e Shëndetit Publik në mbar veriun e vendit, për shkak të mungesës së vëmendjes ndaj sëmundjeve të pa identifikueshme, deri në fazat alarmante nga ana e popullatës.